Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut gjatë gjithë sezonit veror, duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente për të parandaluar aksidentet rrugore dhe për të menaxhuar fluksin e shtuar të automjeteve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 1 deri në 23 korrik 2026 janë proceduar penalisht 10 të tjerë për shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit rrugor dhe janë pezulluar 17 leje drejtimi. Në të njëjtën periudhë, policia rrugore ka vendosur 4.308 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Pjesa më e madhe e tyre, 2062 gjoba, janë vendosur për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, po ashtu janë dëshkuar 166 drejtues për parakalime të gabuara, 1418 për ndalim ose qëndrim të gabuar, 201 për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 30 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 630 për shkelje të tjera. Policia bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në rrugët urbane, interurbane dhe rurale, me synimin për të rritur sigurinë rrugore dhe për të parandaluar aksidentet. Njëkohësisht, qytetarët ftohen të denoncojnë në numrin 112 çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.